kujtojmë demonstratat e pranverës së vitit 1981, një nga momentet më të qarta të artikulimit politik të shqiptarëve të Kosovës. Ato nisën nga studentët si reagim ndaj një padrejtësie konkrete, por shumë shpejt u shndruan në kërkesë të hapur për barazi, dinjitet dhe status politik nën parullën Kosova Republik. Përballë tyre shteti reagoi me masa represive duke konfirmuar hendekun midis kërkesës qytetare dhe strukturës së pushtetit të asaj kohe. Demonstratat e vitit 1981 shënuan një kthes në vedijen shoqërore dhe në drejtimin politik të vendit, duke vendosur themelet e proceseve që do të pasonin. I kujtojmë me respekt të gjithë ata që morën pjesë në to dhe që me qëndrimin e tyre i dha një drejtim të ri historisë së Kosovës.